Hetimet për atentatin në Rinas janë shtrirë deri në shtetin spanjoll. Burime nga policia e shtetit bën me dije se policia shqiptare do të kontaktoj autoritetet spanjolle, më konkretisht policinë spanjolle, për shkëmbim informacioni lidhur me lëvizjet e Gilmando Danit dhe Mustafa Sheqerit, të cilët udhëtuan drejt qytetit të Barcelonës më datë 7 nëntor dhe u kthyer në Rinas më datë 11 nëntor, kur anë prej e një atentati. Hetuesit kanë dyshime të forta se planifikimi dhe organizimi i atentatit ndaj Gilmando Danit, i cili ka qenë objektivi i atentatit dhe mbeti i vrarë në këtë ngjarje të rëndë, ku plagos dhe shoku dhe miku i tij, pra Mustafa Sheqeri, agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Hetuesit kanë dyshime të forta që planifikimi dhe organizimi i atentatit ka nisur nga Barcelona, atje ku qëndruan 3 ditë Dani dhe Sheqeri. Grupi hetimor ka dyshime se Gilmando Dani diqe prej shumë kohësh nga autorët, madje është ndjekur edhe kur është nisur drejt Spanjës më datë 7 nëntor dhe kanë pritur kthimin e këtij të fundit më datë 11 nëntor, ku rreth orës 14:14 minuta u krye dhe ekzekutimi i Gilmando Danit rreth 100 metra pranë aeroportit të Rinasit, tek rrethi i Rinasit, ku 4 persona, 3 prej tyre kishin rolin e ekzekutorit, njëri kishte rolin e shoferit, ekzekutuan Gilmando Danin.